Para, e ka ditë që këta tre deputet e Limaj me 2 deputet se votojnë, e para. E dyta, Albulena Agjiu ka qenë personi, në më thonë që ka përdorë gjuhën më tranë të rrejtjes ndaj se cilin person këtë vend që ka konsideru si kundërshtar, politik ose armik politik që shdinë këta me A mendoni se do të vazhdonte me kohat gjuhë nëse do të ishte kryetari i kuvendit? O s'ka lidhje, nuk ka lidhje. Ai ka përdorur gjuhën linçuese, ka bërë thirrje të ndryshme. Domethënë është person që nuk ka bash let me përbi. Edhe nëse Albin Kurti ka fitu zgjedhjet, nëse Albin Kurti është interesuar me bëj institucione dhe don kaq shumë këtë farveni, kur far problemi s'ukon për me hek Albulenin dhe me qit dikon tjetër, po s'është interesuar. E tha jetoni pak më herët, përpara ka pas lider në këtë vend, që edhe pse i kanë fitu zgjedhjet, e kanë pas fuqin, kanë shupe, i kanë shu dhe pozitat kryesore. Pozitat kryesore të kryeministrit e pozitat më të rëndësishme të vendit i kanë shu. Kanë thonë është më shumë se gjysmën e qeverisë dikuj tjetër vetëm për me ecë përpara vendit. Që ata që e dojnë këtë vend për një me. Ky s'është interesu. Edhe problemi e problemit që do të flas nesër, po vazhdo më pas, mirë po çfarë mendoni se do të flas nesër presidenti, çfarë do t'ju thotë partive politike? Problemi është të lidhna të kjo, po problemi është kur ti e ki përballë një njeri që nuk ka pik besnikërie, sepse edhe partneriteti kur ndërtohet edhe krijohet mbi bazën e besimit, sepse nuk ka ndaj vendim kur ti në shumë një marrëveshje politike në mes 2 subjekte politike, që ti mundesh me ju drejtu gjykatës, në një gjykatë të caktuar, sepse është mirë besim që lidhen 2 subjekte në mes vete dhe i harmonizojnë programet e tyre për me shpije vendin nga pika A në pikën B. Për shembull, na e dina kush është Albin Kurti. Në rast